بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد falënderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatat dhe selamat I dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, mbi shokët e tij sinqert besnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë atë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli I ligjëratave komentimit tematik I surës Nahl. Kemi arrit deri tek dhuntia e radhës, të cilën dhuntia ka potencuar dhe ka cek Allahu Azza wa Jall në këtë sure. E ajo dhuntia është dhuntia e të pasurit shtëpi. Kemi folur rolin e shtëpisë në afrimitetin apo afrimin tek Allahu Azza wa Jall. Kemi folur rolin e shtëpisë në jetën e përditshme dhe se shtëpia është një vend ku muslimani gjen qetësinë, vend ku duhet të kaloj kohën më së shumti muslimani në shtëpinë e tij me familjen e tij. Nga se ashtu siç e këshilloi sahabin e nderuar pejgamberi alayhis salam kur I tha, le të mjaftoje shtëpia jote, çaj për mëkatet e tua. Nëse kjo këshill ka qenë në atë kohë por Uqbe ibn Amir, çka mendoni se kish me qenë në këtë kohë? Andaj është më primare. Ndërsa në këtë ligjërat do të vazhdojmë aty ku kemi mbetë tek çështja e dhuntisë së shtëpisë dhe do të shohim se si duhet të jetë shtëpia e muslimanit. Meqense se është dhunti, njëkohësisht është edhe përgjegjësi dhe se njeriu do të jap llogari për mirëbajtjen e shtëpisë, për gjërat që ndodhin në shtëpi. Andaj, si të jetë I kënaqur Allahu Azza wa Jall me prijesin e shtëpisë babën, apo thënë shkurt si duhet të jetë shtëpia e besimtarit. Pastaj, nëse na premton koha, do të trajtojmë dy gjëra. Çështja e radhës, do ta shohim edhe dhuntinë e radhës, shijimi I jetës së mirë. Dhe se a ndikon luksin këtë dunja me hub luksin dhe komoditetin në ahiret. E pasaj pikën e fundit, do të mundona që t'i shkoqis 5 apo 7 ajete, shkaqet e zbritjes për ajetet në fjalë, që mos na kaloj këtë cikël I ligjëratave pa potencu bile ndonjë, do të thotë shkak të filan ajetit të caktuar. Si duhet me qenë shtëpia e muslimanit? Është pyetje që vazhdimisht sillet në kokat e muslimanëve, vazhdimisht sillet në logjikën e njerëzve të shëndosh, njerëzve që ja dojnë hajrin vetes, familjes, njerëzve që dëshirojnë me jetu në kondita fetare, sipas asaj që ka porositur Allahu Azza wa Jall. Dhe normalisht këto pyetje zakonisht ju adresohen ulemave, dietarëve, hoxhallarëve tërmi fillt, që ata t'u japin një përgjigje. Dikujt ka nevojë vetëm një përgjigje të shkurtë, dikush ka nevojë për një përgjigje më të detajzuar, në mënyrë që ta pyes veten e vet. Shtëpinë e kam ndërtuar të bukur. Kjo shtëpi a është ndërtuar mbi baza të shëndoshme fetare? Kjo shtëpi është shtëpia jeme që e kërkon Allahu Azza wa Jall me qenë shtëpi e hajrit. E para prej cilësive të shtëpisë së muslimanit, e cila cilësi është potencuar në Kur'anin famlar, edhe në sunetin e pejgamberit sa është shtëpia duhet të jetë e ndërtuar mbi takva dhe mbi devotshmëri. Për të qenë shtëpi e rahatlukut, për të qenë shtëpi e qetësisë, për të qenë shtëpi stabile. Kjo shtëpi duhet me qenë e ndërtuar mbi bazat e devotshmërisë. Nuk po flas për kualitetin e ndërtimit, aspektin material të dunjas, po flas kualitetin e ndërtimit të mirëfillt të ndërtuar mbi baza fetare. Thjesht qysh me qenë shtëpia mbi devotshmëri. Do të kjo është cilësia e parë. Nëse shtëpia jote është e ndërtuar mbi bazat e devotshmërisë, kjo shtëpi është ajo shtëpi që kërkon Allahu prej teje, I nderuari vëlla musliman. Pra, kjo devotshmëri dhe kjo formë e ndërtimit përfshin disa kënde. Këndi I parë është për të llogaritur shtëpia jote e devotshmërisë është duhet patjetër shtëpi tonde
mu përmend Allahu Azza wa Jall. Thjesht nuk guxon me kalu nata, nuk guxon me kalu dita ose 24 orëshi pa u përmend në atë shtëpi Zoti xhelalu ala. Nga se nëse nuk përmendet në atë shtëpi Allahu Azza wa Jall, aty janë prezent shejtanët, aty janë prezent problemet, konfliktet e pashmangshme. Pra duhet patjetër me qenë përmendja Allahut Azza wa Jall, dhe kjo përmendje ka dimensione të ndryshme, përfshin shumë lloje të përmendjeve. E para që përfshin është falja e namazit. Allahu Azza wa Jall kur i ka lavdëruar robët e vet, zgjedhur çka ka thonë, fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما كانوا ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. سورة النور. الله عز وجل tha, në shtëpi të cilat Allahu ka lejuar dhe i kanë nxitur robët e vet me ngrit përmendjen e Allahut Azza wa Jall. Yusabbihu lahu fiha bil ghudu wal asal. Në ato shtëpi le që i përmendet Zoti po bëhet edhe tasbih Allahu Azza wa Jall. Madhrohet Zoti xhelalu ala. Në mëngjes edhe mbrëmje. Ato janë burra që nuk i pengon as tregtia, e as shitblerja, nga përmendja e Allahut Azza wa Jall, nga namazi, nga dhënia e zakatit. Nga se këta njerëz i friksohen asaj dite që të merrohen zemrat edhe shikimet e njerëzve nga trishtimi i madh. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Këta veprojnë kështu se Allahu ka më shpërblim më mirë se ajo që ka punuar. Wa yazidahum min fadli. Allahu ka më jashtuar edhe më shumë shpërblimin nga begatia e tij. Wallahu yarzuqu man yashau bighayri hisab. Allahu furnizon pa kufi këndoj ai. Dikush mundet me pyet. Edhe me drejt pyet. Ato hoq, ajeti që posa e lexove, është për qëllim shtëpitë e Zotit xhamiet. Nuk është për qëllim shtëpia që ti e ke temën. Dietarët e tefsirit kanë thonë që këto ajete nuk kufizohen vetëm në xhami, por vlen edhe për çdo vend, çdo shtëpi dhe tend ku jeton aty muslimani, e bon shtëpi të Allahut aty ku përmendet Zoti xhelalu ala. Andaj këto ka potencu dietarët e tefsirit me të kallëzuar neve që edhe shtëpia jote është vend ku nuk gëzon me mungu përmendja e Allahut Azza wa Jall. Falja e namazit, për të syje ka mbet urtësi, falja e suneteve në shtëpi, edhe pse tani nuk është zakon 3 ditë, për shkak se mos me kalu dita që në shtëpi tonde mos me u fal nafile namaz. Mos më përmend Allahu Azza wa Jall. E dyta, shtëpia e devotshme është lloji i dytë, për me qenë kjo shtëpi është duhet patjetër me shiku i nderuar i vëllai, mos e ke marrë shtëpinë me halal inshallah. Kush po udhëhet shtëpinë? Aspekti i menaxhimit të shtëpisë grave. Çka i bën kjo? Me zgjedh një grup devotshme. Që shtëpia jote me marr kohje edhe me marrë në gjyrim devotshmërie. Që nëse ti nuk je në shtëpi, je në udhëtim një javë, gruaja jote është ajo e cila i bën thjesht Zotit. Gruaja jote është ajo e cila lexon Kur'an, përmend Allahun Azza wa Jall. Nga se nëse varet përmendja e Allahut në shtëpi tonë vetëm prej teje, ka mundësi bjen puna me udhëtu, ka mundësi mos më kthy në shtëpi 2-3 ditë. Dhe prap shtëpia jote kthehet në ndjenjë kaosi, edhe vend ku nuk përmendet Zoti. Për atë arsye ka thënë pejgamberi, martohet femna për 4 gjëra. Li jamaliha, për bukurinë e saj, për damazllëkin, për ardhjen, për pasurinë edhe për fenë e saj. Lumshin durr me ato që është fetare, ka thënë pejgamberi. Pse? Ajo të harun derin, moralin, të harun ftyrën, nuk i qetë problemet prej 4 mureve. Por elementi i dytë që na ndihmon neve më bo shtëpi e devotshme pas namazit është gruaja e devotshme. Ajo e ndihmon edhe burrin me përmend Zotin. Çish ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, rahima Allahu rajulan. Allah e mëshirof një burr, të cilit i del gjumi natën me fal namaz nafile
thot edhe i afrohet bashortës së vet e spërkat me gishta, me ujë. Jo me bakall me aqit me trishtu njerën, po me ujë. Sërpika e çon gruën çu të falmi bashkë. Ndihmes në devotshmëri, shtëpia e devotshme. E dyta, rahimallahu imra'atan. Allah e mëshiroft atë gru, tha pejgamberi sa, që quhet natën e spërkat burrin e saj, se disa burra janë sert, të shtohet më i afruar lemu me sërpik, se të nëska vend shpi, do të me dalë për shtëpies. Do të me ditë problemet njerit. Allah e mëshiroft atë gru e cila quhet natën edhe e thirr burrin e saj me u bashkangjit namaz. Kështu me ndihmu me devotshmëri. E treta, duhet që shtëpia me qenë vend ku lexohet libri i Zotit, nga përmendjet më të mira. Që ka thonë Abdullah ibn Mas'udi, mundohu më afru te Allahu me çka dush prej nafileve, dhe veç nuk ka nafile më e mirë, edhe vepër më e mirë pas farzave kuptohet që të afron te Zoti se sa fjala e Zotit. Kush është ajo? Kurani famlar. Për atë ka thonë Hababi, po edhe ka thonë Uthmani, لو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام الله. Sikur kishin qenë këto zemrat tuaja të pastra, por në mes si ka hije, nuk kishin pas shans me u ngop të lezu Kur'an. Do thotë kishin lezuar vazhdimisht. Ebu Bekr ibn al-Ayyash i ka bë 4000 hatme. Edhe kur ka vdek, çka ka ndodhur? I ka pyet evlat e vet se kanë potu kojt o baba, po tu dush pidekësa, tha vallahi s'po tutna se mbi që tu trana për mi muaj kanë lezu 4000 hatme. Me kom gajle ku desun e keqpia për përmendet Allahu Azza wa Jall. Elementi i katër është duhet me pas kujdes edhe çfarë reje po merr. Jo vetëm çfarë gruaje. Çfarë reje, edhe pse tash pak kush rrim me prindit me një shtëpi po flas globalisht, në përgjithësi. Ose me pas kujdes se ku në pia jep vajzën. Mos e këshyre dhondra ka kushtet mira financiare. Edhe është pjesë e jetës, unë e kuptoj. Kur kush ka çapi prindin me pa fëmijën tu hek, e vladën e vet. Mirë po, këshyr kuna pia jep e vladin, edhe këshyr çka po merr. Unë e di që djali jot ka drejt me zgjedh cilën do vajzë me martu. Edhe vajza jote ka drejt. Ti je prind, e njeh rrethin, terrenin, kallzoj vajzës se dashuria nuk është gjithçka. Dashuria reale lin mas martesës, jo para martesës, jo me rrjete sociale. Se ka mundësi deri tash që pas terrenin devotshmëri vjen e reja keqe të hallakat krejt. Ose e merr një dhondër të keq të hallakat keq shtëpi. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadithin e vërtetë, idha ataakum antum tardawna khuluqahu wa dinahu fazawwijuhu. Nëse ju vjen një dhondër, një djalë i ri, ja lyp vajzën për martesë, edhe ti je dakord, e di që ka fenë ndershme, të pastër, e di që ka moral, fazawwijuhu. Martone, jepja vajzën. Unë e di që prindi bjen dilem kur ka shumë oferta për vajzën e vet, apo kur ka oferta për djalin e vet, po më mundu me zgjedh atë që është fetar. Pashallah në qiell të shkojnë e vinë. Ama nëse nuk është fetare ta prish rendin, edhe ta prish rrethllëkin në shtëpinë tonë. Namazi thamë është element që e ruan këta takva dhe devotshmërinë në shtëpi. Kur janë koha sabahut me i dhon gjallëri shtëpisë, me i qullë dhe thmija më fal. Kur janë akshami kështu më radhë. Nga se shtëpit shëndrohen të vdekura, edhe shëndrohen shtëpi si varreza kur nuk falen të namazet dhe nuk përmene Zotin. Tha alayhi salatu wassalam në hadithin e Muslimit, bëni pjesë të namazit shtëpit e juaja dhe mos i shëndroni ato në varreza. Falë namazin, po edhe normalisht me lexu Kur'anin famlar. Gjithashtu cilësia e dytë të shtëpisë së muslimanit është edukimi fetar i familjes. Normalisht përgjegjësia bie mbi zotrinë e shtëpisë. Prindi do të pas dert apo falet gruaja, a ka mbulesë gruaja. Do të pas dert apo vishet keq gruaja, apo ngjyet. Se mbulesa o vëllazër kushtimisht po them, me keqarje vallahi e them, ka filluar me u bë mod. Ka pi grave që rrëfejnë që se ku mdu për shkak bindjes, po më rrej shumë mirë, keshte një shoqe mbulume, mashallah mirë po më rrej ke gjilbabi. Pasaj pi gjilbabi kalon e lydh shamiën fyt.
pastaj zbukurohet edhe kështu më radhë. Nuk është shamia thjesht për lhur, nuk është thjesht bez, është shpetk i devotshmërisë. Pse Zoti e ka obligu shamian? E jarifne e la yudhin. I ka cek dy arsye në Kur'an. Që të njihen, me çka mu njoft? Që janë vajza ndershme. Deri frika dhe alash në popull që gryet që e ka shamin vajza llogaritet e ndershme. Nuk do më thonë kjo e kundërta, që ato s'kan shamin që ndershme, larg asaj. Mos t'i japë kohë negative. E dyta është la yudhin. Allah tha që mos ngacmohen. Ku ta shohë dikush thot pe uli shikimi respekt se ka shami. Çka po ndodhet e kundërta ndodh. Shpesh ato që janë pa mbulesë nuk bëhen të rrecë, ato që janë me mbulesë bëhen të rrecë. Edhe xhahilet çka bojnë? Ka përsen 2 gradë pa mbulesë, s'folin hiç. Ka përsen me mbulesë, wow. Nuk ka nevojë me thonë rrugaçi apo një rrugë, wow. Ka nevojë me thonë burrit të shtëpia. Andaj njerëzit i kanë përzi këto. Për të thënë Allahu ka thonë ja ju alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Rune oj që keni besuar Allahun, veten ertën e familjen juaj nga zormi i xhenemit. Lënia namazet, vallahi sjell zjarr. Çove gru me fal sabajin. Po jo bëgoj që deri në 3 kafshi ka punu, Allahu akbar. Se nesër ka mysafir. Bravo pas kafshi shtëpia. Këti do të kazin. Si fatsi për ne me. Isha me bo zjarit. Isha me bo zjarë me xhenemit. Sabaj që ka hik. Pastaj me rujt vetën edhe familjen nga zjarmi, ka thonë Aliu, e ka kuptimin Zoti, allimuhum wa addibuhum. Jepni dije e vladve edhe edukoni. Ç'është më dhon dije? Dije për fenë e Zotit. Këputën prind me i quh fëmijëna për kurse. Djali 7 vjet në anglisht, matematik, në karate, kamas, Allahu akbar. Ka dalë marë Allah. Gjëja e parë që du të më mësua vladës është Kurani, o vllazni. Është tauhidi besimi, njëshmëria, me pastru atë rrugë bukur që ka falë Allahu, në atë shmërit pastër me brimos me tauhid me besim. A dini që në Turki, këto se thomë me lëndu diken apo me nënçmu larg asaj, po si shembull, po më ka thënë një hoxhi i Medinës, sa kum taku 400 hafëzllar. Edhe ata kanë hi me mësu vesh Kur'anin. S'kan hi me mësu besim, tauhid. Çka ka ndodhur? 200 për tyve kalon namazin krejt, mas 3 javë, 4 javë mas diplomimit, 40-50 për tyve mbu ateista. Edhe dalin deklarohen, i bim pishmon që i kemi kalu 2 vjetë të mësu hafëzllar. Allahu akbar. Qëshmëre, hafëzë i Kur'anit e tejs, po. E le namazin, po. Unë për vete, kur kum hi me mësu në gjami, Kur'an 2 vjetë hatme. Edhe 1 vjetë hatme, edhe në shtes 3, 2 vjetë hafëzllar, 5 vjetë. Nuk muj me mohu që namazin, nuk e kum falë, që kum falë, mas nej mas e kum fillu me ditë. Ja. S'mu me jabor rarë vetës. Ta fali atësin se s'pëdërot a voqë. Allah i na falë, s'kena pas dije. Kur na në këtë vend kështu na ndodhë neve vetë, që përjeton njeri vetë e përjeton. Që ka bodë në vende që harami është të në ondi praptë. Kjo është keq menaxhimi i qendrës, i shkollës, hifzit apo i mësuzve. Leni dhmija mos jam mësone të uhidin se dinat është, ka din më në Allah ku djej ta edukon përmes sërtanin me bo shirk, përmes futbollit me bo shirk. Ka problem me besim. Ma mirë është me dek me të uhid edhe mos me ti 2 fjallë Kur'an mi letu se sa me dek me shirk edhe më këna hafëz. Të me sjaru gjerat. Nësë me shku dhe rinia poshtë. Me jam su të uhidin besimin. Se është çështja pasore. Çështu ruhet familja nga zonëmi i xhehenemit. Gjithashtu, prej çështjeve që apo prej cilësive të shtëpisë së muslimanit është se duhet patjetër shtëpia e ndërtuar me qenë mbi dashuri. Shpesh më vjen pyetja dhe thonë,
është në me për preokupim real është si ka mundësi, thot e ka hoq, kujshia jem, kur kur s'falet në shtëpi. Foto me familjen të ungur dark, respekt në rrugë, mos mja këthi fjallën, në 5 vakte i falmi edhe kemi kaos familje. Kjo është për 2 arsye, ose 3. E para është keq kuptimi i fesë, se ka kuptu mirë fenë, se feja i rendit keqësi që jep hakun e vetë. Feja të kalzon ku e ka baba vendin, ku e ka vllavi madh, ku e ka i vogël, ku e ka i mesme çika, nona. Kujt nuk i ka hi feja Zotin hak. Çiti mbinar punë me fe, që dhe ka ndarin, kalemi, kime pasur atë. E dyta është se dashuria u keq kuptu. Fetarisht me dash babën edhe nonën me respektu, kemi fitu xhenetin, është një derë në xhenet, babi rurualiti, derë respektimi për të. Po problemi është se ka jeta dinamike. Ju shtrejtu gjërat, ka ardhur dashuria dhe u shndrua në interes, edhe babën edhe nonën nuk e këshyr pa interes. Bojnë luftë. Evladia, djemt se kujt pi bjen baba. Edhe kujt pi bjen nana. Me bo me pas penzit mirë, zbot lafi, unë e marë, jo unë e për marë, jo ti për merë. S'ka penzit mirë, mbetjet e zika me shku nana dhe baba, Allah i në ujtë. E treta është, ka mundësi edhe, normal ata nuk e kanë me efekto, se s'kanë dinë ata, s'dim pse e bojnë, po ka mundësi është kultura familjare e lartë, ka mundësi është interesi e kështu me radhë, ose ka mundësi vetë përmbahen. Pse ndodhen te familja muslimane këto probleme? E treta është, ka mundësi edhe hased, i qatyme që po doko që po shkojnë mirë, ka mundësi edhe serë me pas, pa para gjiku kërkend, që me pas keq kuptime në mesin e familjarëve. Shpesher ka ndodhë që falet njerëzit se kum ditë ka hoqja, kum kthi babës pa nevojë fjalën, kur kum bë rukje, kum ndryshu totalisht. Prindi vetë thot, s'pe njoh djalin tem që 2 javë, ka dëshu kejt. Hasedi, na mo si mi të urujt, foto aty, foto këtu, mësysh aty, hased aty, sihr aty, jënë s'mu zemrat o vllazni. Edhe për atë arsye në ka kaosit e dera shtëpisë. Andaj familja duhet me u eduku në vend qetësie, dashuri dhe mëshire. E kemi cekë ligjatën e kalume, ajetin Kur'anit në surën Rum, ku Allahu Azza wa Jall ka thonë, pra që shtëpia edhe martesa duhet më ndërtu mbi 3 parime. E para është dashuri. Duhet me dashur një tjetrin, pa interes. E kur e do njëri dikon ja fal gabimin, ma let ja fal, sa këmirët. E dyta, me pasën mëshirë. Për shembull i ki 3 nxanca, 10 nxanca u tek në klasë. Monkia thënë edhe xhamin. A qosh me rre? Realisht nuk është normale kjo me rre. Me thyej tjetri, e din çka gjen. Pse ato ajo se kin mëshirë ndaj atine. E kur të gaboj e vladi, burri, gruaja, për shkak mëshirës që e kanë ndaj një tjetrit, ja falen. E treta është liteskunu ilejha. Me pas qetësi. Kur të kthehet burri pi fakultetit, pi punës, kur kthehet burri pi jetës përditshme, ngarkesave me njerëz, me pas një gruë që është e buzëqeshur, e veshur mirë, edhe pas një gruë që i thot, apo do kafe, apo do ujë ftoft, ai për buku burr. Kush pigrave apo këto sot? Du të më qunë nona në shkret, 65 vjetë, 70 vjetë, mi a qelë derën djalit, mi a fshik pucët, mi a shtru kafën apo bukën. E shef grujen të flejt, 1 ditës, 2 ditës, në telefon, me motra WhatsApp, me nonë me tezën Viber, la ilaha illallah. Islami nuk është shamia o vllazni. Nuk është vesh bez shamia, nuk është vesh namaz islami. Është gjithë përfshirës. Se ka marrë koha që ka në there, ka njerë që falen, për Allahu ja bojnë leck namazin e tyre, edhe ja hedhë për ftyre. Pse? Se ka respektu gruaja burrin, se ka respektu burri gruan, nanën, babën, familja s'ka pas ratlak, çfarë xheneti do dashti më vonë, ose mori motër. Çfarë xheneti do dash me shku? Ana duhesh me ditë se çka po lyp edhe ka ja kem sy me shku. Shtëpia duhet me qenën e pastër edhe morale. Qysh e pastër? Për shembull shtëpia e hoxhës duhet me qenë shembull pastërti. Se kur i thirr xhamatin çaj, që ka hub kibelet çat Allahu na falë të xhallarëve,
kur i thirr xhamatin në çaj në shtëpi, jo me kallëzu mu fry para njerëz, jo more me pa pastërti në shtëpi. Pastërti në borë. Pastërti po flas jetën e përditshme se tamam punë më bëu hoxha shirk. Me marrë njerëzit shembull. Shkon të një ignorant xahil ja shef edhe pllakave që janë WC-sën i bën gisht me plon. Shkon të musliman, veç se suvir për i morë këmë të bu mirë se vjen. A ka be kjo shpi grua, a ka kjo shpi qika që i binë sezë zotit, a ja, a ka burra, a zotnia. Shembull me të dukon shpia muslimanit. E dyta, duhet pa qëtër shpia me qenë shpi shembull për moral. Që kur kush mos m'ia bo me gisht asaj shpije, hoxhës apo xhamat apo kush dhe kuft. Që ku t'jene dukush me të rukit derën, që ka thot, këtu ki qka lyp. Nështë bukurie ekstreme s'ka, ma ki qka lyp, moral që zblet në pare sot. Zoro bo me gjithë spi me moral pastër. Allah një rujtë, baba, nona, qika, djali, shumë ra. Tu marë me dunjo, unë e njoft njerëz t'jeni t'bindur, këto qka po tham është hak, njoft njerëz që e dim baba që gjalli vetë një non, a unë e di që 15 vjet nuk në nënaj. A ullin sofrën me babën, edhe në si kërqohet edhe niftar. Ko është e i babë? Një vjetë ti, ka më 15 vjetë. E dyta, qika me ndonë se i falet, është e moralshme. Kur shkush mi a lypë, thuti jetu ja lypën dëni Aisha, Hatija, a dëni Fatime, Allah i nderofta. Mara Allah të a, e të ditë. Kushu që kjo të asë jetu ditë? Unë gjë pak. Kur të marrë vesh informacione, pasaj a ka është përdojnë me mirë vete. Mirë vëllat që i ka 22 vjetë i muna, a qa s'ke në gjeje me ditë kushu që ka jota? Qka të bo që ka jota? S'pate interesa? Unë e ditë që përgjëtësine ka kryet e shpia ma. So ka këprindje. E ditë që nuk duhet mi ngu lafët e halvë, ma ka ne ku gjene dhe një erë, ku ta bje dhe një fryma, dhe një fletë dush me këshu, me lezu ka ne fletën, me këshu, ku je? Që mos me u bo vonë. Për të asyje, tha Alej sa do sërama tahuru shatrul iman. Pasërtia është gjyshma e besimit. Falë 5 ku namaz, nona i falët, vajza, djali, vetë, kejt, kur këshysh halakha me ka shpijen, që një javë si ka la end. Ta nga që kemi probleme, po levrit dera shpe, po levrit perdja, gjamin, ma që levrit. Po ti me lashët që hinë, shëjtan të hinë Allah i në rujtë. Shpija mbi devotshmëri, pra duhet me qenë moralisht, edhe pastër në aspektin e pastërtisë, shpirtërore pas e pa, po edhe aspektin e përditshmërisë. Gjithashtu duhet me qenë shtëpi ku jipet selam në shtëpi edhe kur dalet për shtëpijës, jipet selam. Përshëndetën anëtarët e familjes, se përshëndetja islam është bereqet. Pejgamberi sa mi ka këshilluar sahabët dhe i ka thonë që kur të jeni në shtëpi të juaj jepni selam. Për shumë arsye, ose kolluni, jo me hinë në 2 natës, unë kone në Gjermani si ka kalëzu krye surprizë, me trenu njërin kejtë. Me kollë, me dhonë selam. Selame është bereqet. Me eduku antarët e familjes, që ku shkoj mëra me fletë, me përqaf gjyshin, gjyshen, me thonë selamu alejkum, nanën, babën, me ju afru gjyshës, gjalli, vajza, e përqaf, pashara i thmi është, nusja me thonë burët, mos e le mu afru se mos ka dhe një gripas. U plak mu, astaghfirullah. Në adim se sa është dashuria e gjyshve, edhe gjyshve tonë ndaj neve. Kush i ka gjallë, edhin kush nuk i ka gjallë dhe ka përjetu, besoj para sa ta me vdek. Gjithashtu prej çështjeve, shtëpia duhet me qenë edhe vendi mikpritjes dhe vendi solidaritetit. Që ka thonë pejgamberi me hadithe që ka shumë Sheikh Albani tek vardu haditheve të sakta, shtëpia në të cilën nuk ka mesafir, s'ka bereqet. Unë e di që për në me njerëzit si janë të ardhur. As jemi të shku. Bile ka ne kur shkoj të kum shyjën si hut. Ku e të shku be? Përpara kujtohet Ramazan te unë në familje. Besone apo jo, ajo është ekstrem, se Ramazan nuk është muaj i çajit, po që e kemi pas 3 shpira alish kemi qenë. Sonte të agahoq, nesër të aj, masesë të aj. U rrotullu Ramazan qështu, kemi shku. Deri ku natën e Bajramit. Natën e Bajramit, mura ka loqe mirë, ishte knacimi pas studio.
Tash kalon Ramazani, as me shku mi abo për haja siç. Nëse si është shtëpia jote vendi mikpritjes familjare pasaj tjerëve, çfarë shtëpi është ajo? Nuk është shtëpi e muslimanit. Pasaj është më çudit, subhanallahu. Unë që më kundur mi thirr shok, duhet mi thirr shok xhamatin. Shpinë e migjës e ka përballë, që sa muj ka kalu Ramazani, nuk i ka thirr as në çaj, as në darkë, as nej modeste thjesht, a shok t'i thirr dyre njoft. Në xhenetin e kitë migja e ki. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në vend të babës kush është? Migja. Në vend nonës, tezja. Mbytet gruaja jote të i thirrë shoqet e veta, shtel ato, thirr ato. O i gruaja ka be burrë një tezë me thërë subhanallahu. Unë se kom kur xho. Çka ka burrë atë tek. Ose hub xhenetin burrit ton. Ndihmoj burrin në devotshmëri. Kur ka nxit pejgamberi me dhon sadaka, ka thonë sadakaja që jepet atij që i kingat, me ato që është shkatundit është 2 herë më mirë. Pse? E para sadaka, e rëndomta dhe dyta është afrimi lidhjeve, edhe largimi dyshimeve. Na mundohemi këtë dunjas me ndihmu. Mundohemi këtë dunjar me ditë, a na shkon migja në spital, kthehet në spital, kur sen s'di. Kur dilsh me pi kafe, merr në kafe vesh. La ilaha illallah. Ju ftof lidhet fare fezon, unë e pe di. Paris po vjen shkoti. Po fol keq për mua, psa ka dikush po fol për dikun keq? Allah i na fal. Këto gjuha janë më çuditshme. Çka thonë Bukaimi janë më të rënda se ato i shpatës. Çka thonë Ibn Mas'ud, nuk ka organ në trupin e insanit që meriton bërgim për jashtëm se sa gjuha. Me qëto kemi fëtu xhenetin ose me qëto kemi hinë xhenem, Allah i na ruaj. O ju thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Allah kur ka folë për njerëz bamirës, mikpritsa, ka thonën e lojnë veten keq, edhe pse kanë nevojë më shumë duke i ndihmuar tjerëve. Kush sot ka arte familja vet, ku shija vet vllai vet e ka lyp një tabull vu. E ka lyp një kryp. Përpara s'ka shku java pa ma lip dikush një lopat, një sopat, falnim, ka lip vo, s'ka shku java, sot kush lyp. Bile me lidhot që ka jetu folve, a jenë tokë bukës, astaghfirullah. Me shkëmby, se huazimi është edhe ka, sot zgate me ta këthy, ti llogaritet shpërblim të Allahu Azza wa Jall. Dhe hadithi që ka shënu Bukhariu dhe Muslimi, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhayfahu. Kush e beson Allahun për nimet si duhet edhe ditën e gjykimit e ta nderojë mysafirin e vet. Andaj shtëpia muslimanit pra duhet me qenë gjithashtu prej cilësive shtëpi e butësisë. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Më i miri për ju është ai i cili është me familjen e vet, a unë jam më i mirë me familjen time. O jo ai që i ka thonë pejgamberi. Apo do me ditë Allahu cilët shtëpia do hajrin, ka thonë po ja Rasulullah, ka thonë nëse je butësi, mirë kuptim, ja do hajrin asaj shtëpia e Zotit. Analizoj shtëpinë tënde. A ki mirë kuptim me fëmija, me bashortën? Nëse ki, Allah është do të dash hajrin. Nëse jo, që i duhet Allah, përmirësoj gjendjen e familjes teme. Përmirësoj familjen teme. Gjithashtu, me qenë shtëpi ku përhapet apo jepet lëmosha. Është cilësia e besimtarit. Për shembull, kur ka një lips, mu më ka ndodhur vetë në Zhunic, edhe më ka thonë ku e ka filoni shtëpinë. 2 më ka vetë, njëri pasanik, a i dje që ka pare edhe ka shka me thonë. Po të filani u abita, se më kanë thonë sa i se këthen lypsin të mas. A ka dikush për neve sot që shtëpia vetë është e tillë? Që shtëpia vetë gjithmonë thot, a ka bojrom? Bojrom. Një gjysë hurme, 2 kjep, një kastraves, një patligjan, kur shumë mos pash më shumë, 1 litër zejtin. Mos e kthe lypsin, edukoja dhe fëmijën tonë me dhonë se të ka. Ka një lypse edhe për shembull të vetë. Çka ki diçka me ndihmu? Nëse javën e kaluar ti ja ki dhonë, si gru. Nëse javën e kaluar ti si burri ja ki dhonë, pse fëmijën 8 vjet. Edhe afrohet e fiqderi. Nëse kish ka një fiqder, thuj evladët tonë, çka po ta jep zemra ti javën kësaj lypsës? E rokni margarim jepi. Sa e fëmijën.
Vetë në të arroke me dorën e vetë, në qofën e rëtullon, ti të në dhe fëmija, ka më thonë vetë. Unë e vetë i qofë fëmija në shkollë. Kënë dëkur s'ka Allah, kimik, ju ka argju, a i qëtë pinë që është bankës, venja e ka për para. Unë e ka që japë. Ki qëtë në bankë e ka, jo që japë, ja. Pika i ka arë këtë fëmi, së është jemi aj. A s'ka arë për qila, jo të është, i qëtërit. Mos i banë fëmija ka pracë, gjeloza. Mundsoja fëmijës me dasht ato që e kanë bankë, më shumë se ato në ç'është bankës atje. Unë e di që këto zemra janë, do thotë, ndryshe. Ka mundësi do ato më shumë, këtë Allah s'merr në përgjithësi, po ki më pyet po to që kin gat. Andaj mos më bëu fëmia koprac, po më bëu fëmijë që japin dhe e lirojnë dorën kur duhet me ndihmu dikën për jetë Allahu azza wa jall. Pra pika shkurtra. Shtëpia e muslimanit do të më qenë vend ku madhrohet Allahu azza wa jall. Shtëpia e muslimanit do të më qenë vend i namazit. Shtëpia muslimanit do të më qenë vend i largimit nga harameve, nga haramat me pas moral. Shtëpia muslimanit do të më qenë shtëpi e sadakas. Shtëpia muslimanit do të më qenë shtëpi mikpritse. Kushdo kush që treket derën, merr diçka, edhe gjen diçka, nuk kthehet me dur xhepa, edhe nuk kthehet duar that. Kështu do thotë nëse ndërtojmë shtëpim, mbesmi me shpresë që e kënaqim Allahun azza wa jall. Sa i përket jetës së mirë, nuk kemi shumë kohë. Pas po kom qef me përfundu këtë ligjat, pa i cek edhe një 7 ajete, shkaqet e zbritjeve të këtyra ajeteve. Ajeti i parë është ajeti i kësaj sure që jemi të shpjeguar, sura Nahl ajeti 28. Tha Allahu azza wa jall: "Alladhina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, falqaw as-salama ma kunna na'malu min su, bala inna Allaha alimun bima kuntum ta'lamun." Tha Allahu azza wa jall: "Ta'malun." Tha Zoti xhelalu ala, edhe ata të cilët kur ju vijnë me lajket më marr shpirtin, ata janë njerëz që kanë bërë padrejti vetes. Do ta shërojmë çka ka problemi. Falqaw salama, kur koha me laçja më marr shpirtin, kimi ja dorzu, çka thon ata? Ma kunna na'malu min su. Ma kunna na'malu min su. Nasi mi kun që kimi bë keq. Allahu thot bela inna Allah alimun bima kuntum ta'malun. Asasi, s'është vërtet keq ka thonë se Allahu e din shumë mirë çka keni bë. Por çka ka zbrit kjo ajet? Thot Imam Kurtubiu dhe disa dietarëve, al-aya nazalat fi alladhina taraku al-hijra ila al-Madina wa baqu fi al-Makkah. Thot ky ajet ka zbrit lidhje me ata që nuk e bonën hijretin me shkuar në Medinë nga Mekja, se u ngushtuan rrugët e praktikimit të Islamit, edhe shfaqjes besimit. U ngushtuan rrugët, pejgamberi dha urdhër me bëj hijret, edhe Allahu azza ata metën atë për dy arsye. E para është dashuria ndaj dunjas, se i lanë sunilishin pasunin që e kishin të bu, edhe e dyta është frika se mos po krijohet, do thot, përçarje me mushrikinët idhëtarët. Edhe këta njerëz kanë nejt aty, dhe normalisht e kanë miratu shirkun i farforme, i kanë pa shirk të bu, edhe kanë hesht edhe as nuk kanë qenë në gjenje me ndalë shirkun, as nuk kanë qenë në gjenje me u largu nga shirku. Edhe Allahu azza wa jall e zbriti këtë ajet kuranor, dhe normalisht kjo ajet vlen për të gjithë ata që cilët preferojnë, Allah na rujt, me nejt vende ku bëhet shirku sabah akşam, idhujtaria është ma nivel se sa ibadeti. Dhe ka mundësi kjo mi përfshija dhe ata që janë në vendet të gurbetit, sidomos rrethina ku jetojnë ata, 40 shtëpi kënej, 40 kënej, 40 kënej, 40 kënej. Pra si shtëpi janë, do thotë 200 shtëpi. Çka dal më shumë se kjo? Idhujtari e rrezikon njëri fenë vet. Andaj Allahu e ka zbrit këtë ajet që ka kallëzuar se këto njerëz kur kanë me lajke më marr shpirtin, ja kanë marrë me vështirësi. Edhe këta kanë kuptuar që kanë gabuar. Edhe mirë po tani kanë thonë që s'kemi bëu diçka keq, pse kështu? Allahu azza wajal u tregoi atyre arsyen. Ajeti i dytë, sura Nahl, ajeti 38, po flas ajeti i dytë sipas britjes, ajeti 38 tha Allahu azza wajal: "Wa qasamu billahi jahda aymanihim la yab'athu Allahu man yamut bala wa'adan alayhi haqqan walakinna akthara an-nasi la ya'lamun." Ata që u betuan me Allahun azza wajal me betim të fortë, që Zoti xhelalu ala nuk ka më ringjall ata që kanë vdek. Allahu thot, nuk është ashtu siç po thoni jo, se Allahu e ma premtimin e vet, ka më ringjall njerëz që kanë vdek, edhe shumica e njerëzve nuk e dinë. Thot Katade, thot ka ardhur një njeri te Ibn Abasi radiallahu an,
Edhe I ka thonë Ibn Abbasit, inna nasa yaz'umuna an Aliyan mab'uth. Njerëzit kur e ke lexuar këtë ajet, po mendojnë që Aliu ka muri ngjall. Se këta kanë mohuri ngjallën. Para mendoni. Kur e kanë parë që Zoti po thotë kanë muri ngjall, ata që ja kanë marrë krajin Aliu çka kanë thonë? Aliu ka muri ngjall. Ibn Abbas thotë ajo është rën, kedhib. Nga se sikur Aliu të ringjallej para ditës së gjykimit, na nuk do t'ja kishmi martu gratë e tij, edhe nuk ja kishmi nda pasurinë e tij. Që do thotë gratë e tij kishin qenë haram për musliman mu martu. Për shembull, pejgamberi selam ka vdek, gratë e tij ja ka pas Allah musliman martu me to, jo ndalume. E më paskon thot Aliu, por mori ngjall para kiametit, as ja kishmi martu gratë që kanë met vejushka, e as nuk ja kishmi da, do thotë pasurinë, pra sa kishmi prek, se ai kishme qenë pastaj special do thotë e veçan për Aliun radhiyallahu an. Ajeti 3-4 ajeti sura Nahl. Tha Allahu azza wajal: "Walladhina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasana wa la ajru al-akhirati akbar law kanu ya'lamun." Tha Zoti xhela wala, edhe ata të cilët kanë bërë hijrat për hir Zotit, pasi që ju ngushtu rruga praktikimit të Islamit dhe ju shtu zullumi nga idhujtarët, lanubawwi'annahum fid dunya hasana, ata kena me shpërblime të mira në dunja, wala ajru al-akhirati akbar, sevapi botën tjetër ka me qenë më I madh, law kanu ya'lamun, asi kur të dinin. Ka thonë dietarët e tafsirit, nazalat hadhihi al-aya, ka zbrit kjo ajet për Suhejbin, Bilalin, Ammar ibn Yasir, Khabbabin, edhe të gjithë ata të cilët sakrifikojnë deri te gjykimit. Për çka ka zbrit kjo ajet? Se Khabbabi, Ammar ibn Yasir, Bilali radhiyallahu an, edhe sahabit e tjerë çaq shumë ju malltratu deri pikën e fundit kur e kanë pa që po rrezikohet jeta, edhe po rrezikohet feja, çka kanë bë? Ju largu nga Mekja dhe kanë bë hijrat në Medinë. Allahu këtyre ju kanë garantuar jetë mirë në Medinë kur kanë ardhur, edhe kanë thonë që ditë e gjykimit ka me qenë shpërblimi ma gjigant, bile nuk krahasohet me shpërblimin e kësaj dunjaje. Gjithashtu sura Nahl ajeti 57. Tha Allahu azza wajal: "Wa yaj'aluna lillahi al-banati subhana." Idhujtarët Mekas I veshin Allahut se Allah I kishe ka, çka ka? Vajza. Kush janë vajzat e Zotit sipas tyre? Kush kanë qenë? Melekët, Allah është shpëlef. Kush e kanë bërë këto? Këto e kanë bërë dy fise. Fisi Khuzaa, çka në transmetim, edhe fisi Kanane. Para mëno, fisi Kanane prej tij do thotë e ka prej arë me këtij fisi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Idhujtarët Mekas I kanë përshkruar Allah se ka ortak, edhe kanë thonë që Zoti ka vajza, Allah na rujt. Edhe Allahu azza wajal ka thënë subhana. Larg kësaj o Zoti, I lartë madhruar Allah, I patmeta. Pra ka zbrit kjo ajet për shkak të dy fiseve se filluan me të madhe me prap këtë ideologji të brisht mesin e njerëzve dhe tentonin me futet edhe mesin e muslimanëve. Fjala e Zotit pas të nën pjesa e ajetit em yadussuhu fi turab, ata për me mlu marrën I shtinin në gjallë dhe për shka është për qëllim? Për vajzët, bravo. Allah ka thënë këtë pjesë ajetit, me atë reg mushrikinëve vërejtjen që Islami ka ardhur me u nxjerr prej errësirës në dritë, me u nxjerr prej mos respektimit dhe trajtimit së femrës si kafsh në trajtim insan. Për të arsye Zoti kur ka folur për fëmijën në Kur'an I ka dhënë përparësi vajzave. Kan thonë lemoja për dy arsye. Para është me ja rrit vlerën që se ka pas, edhe dyta tekrime lehe, a respekt për gjinin femrore. Mi ka thënë që Islami e ka ngrit namin, famën, vlerën e grus, a është pjesë e shoqërisë e pandashme. Pa ata s'ka mundësi me zhvillu me muaftësu dhe mu avancu zhvillimin e njerëzimit. Pjesë shoqërisë e ka po Zoti. Për të arsye em yadussu fi turab, çka puna me ata që po vrosin pizgjalli vajzat. Para më ka ardhur në transmetim që fisi Mudar edhe fisi Khudaa yadfununa al-banata ahya. La ilaha illallah. Këta dy fyse ka qenë shumë theksum në Mekë, kohën e pejgamberit sa Davidit Mekë, fisi pra Khuzaa edhe fisi Mudar kanë qenë dy fise theksum që sa ju ka le vajza çashtu kanë shti. Në pis gjalli, e kanë qela dhe e kanë mlu. Krim, Allah na ruaj. Shikoni kur del logjika njerëzore pi shpalljes, edhe kur jeton pa shpallje. Buat çka ma keq se kafsh. Si dia e keni pa do video me çita, me leopardë, me këta. Një zebër ishte duke lindë, Allah i nderoj, veç për marr
si arsye. Ishte duke lindi zebër edhe kënë 3 qita. Femra e pritën me lind edhe nuk e hongërën. Pse e lënë ta krye procesin. Ata veç e kanë marrë mulën, e kanë vrarë, sallallahu alaihi. Hala pa dal gjallë si ka hije. Veç e kanë dizonin ku ka gjallë si në morë. La ilaha illallah. Wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Atë ditë ka më konë shumë vështirë, tha Allahu në surën Abasa, kur të pyetën foshnjat bi ayyi dhanbin qutilat. Pse marrën na vrat neve? Çka bënëm na gjuna që na varrosët i zgjalli? Na mbytët. Kush ushtini, çka ju shtyni, çka bënëm na? Ka më qenë normalisht vështirë për ata. Pra fisi Mudar edhe fisi Khuza. Ajeti i fundit Nahl 125. Zbriti ajeti në Mekë. Shikoni trajtimi i Islamit. Ky ajet ka zbritur vllazni para se me u shpërngul edhe pejgamberin në Medinë. U ngushtun rrugët e Davetit. Pejgamberi falte namaz, ata i qishin cuftina. Dilken xhami këtë rruga me therra. I qishin gjak. Çka s'kan bo, shpifje. U ngushtu rrethë nuk me të njerëz. Shikoni çfarë ajeti ka zbrit. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati ahsan. La ilaha illallah. Thirr në rrugën e Zotit tonë formën më të mirë të mundshme. Punozët me thirr, këta kriminala me thirra, po çata. Formën më të mirë të mundshme. Çata që po të shojnë, po të ofendojnë, po të akuzojnë, po të shpifin, po të qesin coftinë të u fal. Thera në rrugë. Wajadilhum billati ahsan. E nëse ata ta kthejnë me të keq, tentojnë me zgat muhabetën polemik, polemizon me ta në mënyrën më të mirë të mundshme. Allahu akbar. Kjo është metodologjia e Islamit. Dhe kanë thonë ulemaja, kush do me qenë të veçi i suksesshëm, do të me pas këto gjëra. Këshilla e mirë, edukata edhe morali i lartë dhe butësia. Edhe ajeti i fundit është ajeti i cili ka zbrit Medinë dhe ka zbritën në gjenje kritike. Për shkak gjenje kritike? Për shkak se në atë kohë të ndruar vëllezër është mbyt Hamza radiallahu anhu. Edhe kur është mbyt, çka kanë bëjë, kanë nxjerrë zort jashtë. Ka filluar me coptu, me bë masakër trupin. Islami ka ndaluar me bë masakër. Ama çaq shumë kanë bë zullum mushrikinët, Allahu azza wa jalla ia thani rregull. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khayrun lis-sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Çka tha Allahu azza xal? Nëse se keni vendos mi ia kthy me të njëjtën monedhë mushrikinëve mbytjet, atëherë Islami i vetmi rast që lejon hakmarrjen, e lejon masakrën është këtë rast. Nëse ata masakrojnë 5 fëmijë, 5 gra, 5 ushtar, Allah thotë se keni vendos mi ia kthy me të njëjtën monedhë, fa aqibu bi mithli ma uqibtum bih. Kthejani 5 me 5. 6 pjesë trupit organe ja kanë prej, 6 mi ja prej. Qa prej e veshin? Ja. S'le Islami zonë më bu. Njo me njo. Apo do në qashtu? S'pelu me qika se të në akuzojnë. Qka tha Zoti? Wala in sabartum, lehu e khajru li sabrin. Ama nëse boni sabër, vesh mbytni, mos i captoni. Se kjo është ma mirë për juve, se kjo është insallak. Si doni mu hakmar, njo me njo, bone. S'ki gjunat e Zoti. Ama, si ka hije, muslimanina. Boni sabër, se kjo është ma mirë për juve. Wasbir wa ma saburka illa billah. O Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Unë e di që i ndi shumë keq për Hamzën. E ki pa coptum, kanë fillu mi janë zirë zort. Bon sabër, ama mos harro se pa i lyp ndim pje Zotit so bëran sabër. Bon për Allah sabër dhe lyp e sabën për Allah të azza. Wala tahzan alihim. Mos u molis, çka po shef. Wala taku fi dhayqin mamkrun. As mos ngushtohet gjoksi për shkak kurthave tyve. Pse o Zot? Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina muhsinun. Kur mos haro, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, o shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o ju që jeni që praktikoni sunetin. Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina muhsinun. Sa Allahu është vazhdimisht ka ana atyre dhe me ata që janë devotshëm edhe janë bamirsa. Inshallah na bëhemi devotshëm dhe bamirsa. Besoj që me kaq më thon sonte inshallah takomi javën e ardhshme me ligjëratën e ardhshme
që është dhuntia e shijimit të jetës së mirë me lejen e Zotit xhallahu ala. Allah shpëlbej, alhamdulillah rabbil alamin.